Sa kohë do të marri pak a shumë? Mund të marri pak kohë sepse një pjesë e mirë punës është përfunduar. Pra na kam vetur vetëm mbushja e tullave që gjenden në torrën e veneciane në Durrës. Pra mbushja vetëm e tullave do të bëhet, nuk do të shtohen elemente? Jo, nuk do të shtohen. Te kjo pikturë përfaqësojmë, siç e thash, traditën dhe kulturën e Durrës dhe kemi pjesën e historikut, që është tora veneciane, është edhe pjesa e turizmit që përfaqësojmë detin dhe pjesa e natyrës. Në rregull. Ngjyrat i ke miksuar shumë bukur. Faleminderit, është gjithmonë përpiqem që t'i miksoj ngjyrat sa më shumë dhe sa më bukur që të ketë një kompozim, sepse piktura duhet të tërheqi që kur ti ishe nga larg dhe jo vetëm kur afrohesh. Pra edhe pa qenë i përqendruar të vjedhë vëmendje. Po, duhet të mahnisi dhe unë gjithmonë tek pikturat e mia përpiqem të përdor sa më shumë ngjyra, sepse edhe unë vetë i dashuroj ngjyrat dhe gjithmonë pëlqej që të punoj me shumë ngjyra të ndryshme dhe të miksoj sa më shumë. Tani, si është radha e punës? Ti zgjedh fillimisht teknikën me cilën do punosh dhe më pas çfarë do të bësh me atë teknik, apo ke në kokë, domethënë apo janë asjellta? Gjithmonë unë mendoj se çfarë punimi do të realizoj.